Pse gratë shtojnë në peshë në pjesën e barkut? Trupi i gruas ka një progres të ekuilibruar të progesteronit dhe estrogenit gjatë gjithë periudhës së jetës. Dihet tashmë se rritja e estrogenit ndikon në krijimin e masës së djamit. Mjekët shprehen se vajzat sasinë më të madhe të djamit e çojnë në mënyrë të pabarabartë edhe në krijimin e belit. Por nga mosha 35 vjeçare, niveli i të dyja hormoneve zvogëlohet, gjë që fund në çon edhe drejt menopauzës. Megjithatë, sasitë e progesteronit zvogëlohen shpejt, gjë që shkakton formimin e masës së trashë djamore rreth stomakut. Për këtë arsye, gratë duhet të kenë parasysh këto këshilla sipas Del Site. Darkën duhet ta konsumojnë 3 orë përpara se të flenë. Të zvendësoni bukën e bardhë me atë të zezë dhe integrale për të evituar karbohidratet boshe. Të kufizoni ëmbëlsirat dhe pijet e gazuara pasi siç e dini, janë armiq të kryesor për një shëndet të mirë dhe një bark të sheshtë.